Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Falënderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Qëm salavat për profetin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për gjithë ata që e pasojnë me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Alhamdulillah, jemi duke folur rreth argumenteve logjike për ekzistencën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe folëm herën e shkuar për atë që quhet Burhanul Khalq, pra argumenti i krijimit, dhe thamë që çdo gjë që ekzistojnë në këtë dynja, për gjërave që ne i shikojmë, por edhe atyre që nuk i shikojmë, që e kanë një fillim, janë krijesa. Dhe thamë që çdo gjë që është krijesë, logjikisht ka nevojë për një krijues. Dhe ky ishte argumenti i parë dhe shtjelluam dhe folëm logjikisht që kjo është tërësisht e pranueshme nga logjika, madje nuk mund të pranoj zgjidhje tjetër logjike njeriu vetë se çdo krijesë pra që ekziston ta ketë një krijues. Pastaj folëm ndër argumenta logjike është edhe atë që quhet burhanut tadbir ose argumenti i administrimit dhe rregullimit të çështjeve në këtë gjithësi. Dhe përmendëm se çdo gjë në gjithësi është perfekte. Është në një themi rregull strikt dhe që të ndërvarur nga njëra tjetra. Dhe çdo gjë është në një sistem të përkryer, që nuk mund të gjesh në të ndonjë të çarë, si thot Allahu subhanahu wa taala, domethënë që hidhe shikimin, domethënë në krijimin e Allahut para në qiell dhe në tokë. A do të shohësh ndonjë të çarë, a do të shohësh ndonjë defekt, do të shikosh diçka që nuk funksionon. Mundet dielli domethënë të mos ecë në orbitën e tij ose hana. Pra mundet domethënë diçka nga krijesa të dalë jashtë asaj që ka përcaktuar krijuesi, rregullvënësi. Pra gjitha këto ky rregull është një tregues madhështor që është një rregullvënës. Se s'mund të funksionojë ose të ekzistojë diçka nga hiçi ose nga rastësia, edhe të ekzistojë një rregull i tillë perfekt. Edhe përmendëm disa shembuj nëse mbani mend që duke u nisur edhe nga fjala e Allahut subhanahu wa taala që inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk i vjen turp që të sjellë çfarë do lloj shembulli. Qoftë ajo mushkojnë apo diçka edhe më e vogël se ajo. Dhe folëm diçka për mushkojnë ose për mikroorganizme që janë edhe më të vogla dhe thamë çfarë sistemi të përkryer funksionojnë ato. A mundet kjo domethënë të jetë pa një rregullvënës, i cili të di dhe të jetë i urtë, i gjithdijshëm për atë që ka nevojë ajo krijesë e vogël. Domethënë që ai ta krijojë në mënyrë perfekte. Pra kjo rregullat në këtë gjithësi tregojnë për një rregullvënës. Edhe sot do vazhdojmë me dy, domethënë argumenta të tjerë logjik për ekzistencën e Allahut që tregon gjithashtu dhe madhështinë e tij. Në fakt është folur gjithashtu që njeriu në origjinë ose në themel nuk ka nevojë domethënë që të kërkojë dituri që të mund të besojnë në Allahun subhanahu wa taala, sepse besimi në ekzistencën e Allahut xhaleshanu është diçka e natyrshme, është brenda shpirtit. Dhe në fakt njeriu nuk është e varur besimin në Allahun subhanahu wa taala me patjetër në marrjen e kësaj njohurie ose të këtyre lloj njohurish që janë logjike, këtyre provave. Se në fakt njeriu ka besimin në Allahun subhanahu wa taala. Pra këto prova vijnë si përforcuese të asaj që ekziston në shpirtin e njeriu. Por ndonjëherë natyra e njeriu mund të përlyhet, mund të influencohet nga ambienti, nga njohuritë të cilat ai merr në jetën e kësaj dynjaje dhe shpeshherë mund të bëhet e nevojshme ndonjëherë që të sillen të tilla lloj argumentash. Për besimtarin ose për njeriu në thjesht atë që ka natyrën e pastër, këto në fakt thjesht vetëm janë përforcuese dhe e shtojnë akoma më shumë imanin e tij ose besimin që është një Zot. Po, për të njohur hollësitë e besimit në Allahun subhanahu wa taala, për të njohur hollësitë e përshkrimit të Zotit xhaleshanu, emrat, cilësitë e tij, cilat janë detyrimet e krijesave ndaj Allahut subhanahu wa taala, po, tu ka nevojë për njohuri, prandaj Allahu xhaleshanu ka dërguar profetët, ka shpallur librat, edhe ka sjellë domethënë ligje gjatë gjithë historisë së njeriu. Por në themel edhe një herë përsëris, në thelb nuk ka dyshim në ekzistencën e Allahut. Prandaj ne shikojmë ajetën në Kur'an të tilla si thot Allahu subhanahu wa taala, wa qala rusul a fillahi shakun fatiru samawati wal ard. Dhe than profetët, vallë në ekzistencën e Allahut ka dyshim shpiksin e qiellit dhe të tokës, që është argumenti i sot. Ai që ka shpikur që diçka që s'ishte më përpara, ka dyshim në këtë,
Pra kjo është diçka që është në themel, por ne elhamdulillah këto që po i sjellim në fakt, po i sjellim që të shërbejmë për besimtarin edhe në një farë mënyrë, edhe një lloj mënyrë argumentimi për ata njerëz që tregojnë ndonjëherë kokfort ose këmbgulin në mosbesim. Ndoshta u hapet në porta dhe ata mund të meditojnë dhe i rikthehen edhe një herë të meditojnë në lidhje me besimin në Allah subhanahu wa taala. Ti bën edhe një llogarit në lidhje me marrëdhënien që kanë me Krijuesin subhanahu azza wa jall. Sot do të flasim për një argument, edhe ky shumë i rëndësishëm dhe në fakt nuk le shumë hapësira për njerëzit që duan të tregojnë kokfortësi dhe të refuzojnë ekzistencën e Allahut. Është argumenti i varësisë dhe nevojës, apo siç quhet ndryshe, domethënë gjuhën përkatëse argumenti i kontingjencës. Domethënë i kontingjencës, kjo është si term që e përdorin, thjesht po e themi që mos dalim nga përkufizimet e tyre. Është një ndër argumentet më të rëndësishme filozofike dhe teologjike për dëshmuar ekzistencën e Allahut. Ai shpjegon se gjithçka që ekziston në univers është e varur dhe e nevojshme për një shkak ose burim të jashtëm në ekzistencën e saj, që do të thotë se asgjë nuk mund të ekzistojë pa një krijues pavarur dhe absolut. Ky argument përdoret gjithësisht faktikisht nga dietarët e fesë në komunikimin që ka me filozofët ose me rryma të ndryshme që e mohojnë ose përpiqen ta mohojnë ekzistencën e një krijuesi të gjithditur, që është i pavarur nga gjithçka, që nuk ka nevojë për asgjë, i cili ekziston në mënyrë absolute dhe të domosdoshme. Nuk mund të mos ekzistojë. Pra, ky argument është shumë i rëndësishëm, do ta shikojmë tani me lejen e Allahut subhanahu wa taala që është vërtet, domethënë shumë i këndshëm si argument. Çdo më kontingjencë vjen nga latinishtja, që është contingere, të ndodh ose të jetë e mundshme. Në kupton që ekziston diçka, por mund të mos ekziston të fare. Dhe ajo që ekziston ka nevojë domethënë për një shkak ose arsye që të ekzistojë. Këto dy parathënie janë për ta kuptuar këtë. E themi në fjalë të tjera inshallah. Në thelb, ky argument, domethënë logjikisht gjërat që ekzistojnë ndahen në dy kategori. Njëra thotë, në thelb është e detyrueshme, e cila ekziston vetvetiu, nuk kanë mundësi që të mos ekzistojë. Dhe ajo thotë, domethënë është e pavarur nga gjithçka, nuk ka nevojë për gjë tjetër. Dhe e tillë është vetëm ajo që besimtarët e quajnë Zoti. Pra ai ekziston në mënyrë të domosdoshme, nuk mund të mos ekzistojë. Dhe lloji i dytë i gjërave është që kanë një fillim. Pra gjëra që kanë një fillim dhe mund të ekzistojnë. Pra mund të mos ekzistonte. Diçka për shembull, një njerëz ka lindur, por mund të mos lindte ky njerëz. Domethënë mund të ndodh ose mund të mos ndodh. Me fjalë të tjera, ndryshimi mes të dyjave. Ajo që është wajibul wujud, pra ajo që është vajib që të ekzistojë, ajo nuk mund të mos ekzistojë. Biles kjo është e domosdoshme logjikisht sepse pjesa e dytë, pra kjo që ka një fillim, nuk mund të konceptohet nëse nuk ekziston kjo. Pra ne jemi të detyruar që nëse pranojmë që ekziston diçka që ka një fillim, pra gjithësia ka një fillim apo jo? Se ka një piknisje, ka një fillim. Nuk mund të ta besojmë këtë nëse nuk pranojmë logjikisht atë që nuk ka fillim. Kuptoni logjikën? Besoj më kuptoni këtë që po flas. Pra elhamdulillah duhet që ta pranojmë se s'bën, është e detyrueshme të pranojmë që ekziston dikush që është i pavarur, nuk ka nevojë për asgjë, që është Zoti subhanahu wa taala. Pra këto logjikisht këto gjërat në këto dy kategori ndahen. Tani do të thënë shikojmë fjalët që kanë thënë njerëzit e dijes që elhamdulillah forcohet besimi në Allahu subhanahu wa taala në zemrat tona. Pra edhe një herë, gjërat janë të nevojshme, që janë të domosdoshme, që janë që ekziston në mënyrë të pavarur dhe nuk ka nevojë për diçka tjetër për ta sjellë në ekzistencë, dhe ky është vetëm Zoti, krijuesi i gjithësisë, dhe të mundshmet. Pra ato që janë mumkin, të mundshmet që ekzistojnë kanë një fillim. Gjithçka që ekziston në univers përfshin materien, energjinë dhe çdo gjë tjetër, pra edhe materia, edhe energjia, edhe koha, edhe vendi, gjithçka kanë, domethënë janë mumkin, e kanë një fillim. Dhe çdo gjë tjetër, pra që nuk mund të ekzistojë pa një shkak të jashtëm. Pra lloji i dytë është ai lloji i gjërave që ekzistojnë, që nuk mund të ekzistojnë pa pasur një shkak. Struktura e argumentimit tani themi. Gjithçka që ekziston është ose e nevojshme, e domosdoshme ose e mundshme, siç tham pak më sipër. Pra ose domosdoshmërisë ose është e mundshme që të ekzistojë. Një qenie e nevojshme ose ajo që është e domosdoshme është ajo që nuk mund të mos ekzistojë. Pra ajo ekzistenca e saj nuk varet nga asgjë tjetër. Ky është Zoti Xheleshanu dhe një qenie e mundshme është ajo që
mund të ekzistojë ose jo dhe ka nevojë për një shkak, edhe një herë e përsëri, për një shkak të parë që të fillojë ekzistencën. Universi tani është një ekzistencë e mundshme, domethënë është e domosdoshme apo ka një fillim? Universi domethënë si mendoni? Ka një fillim apo jo? Padyshim që ka një fillim. Edhe këtë e pranojnë edhe sot, është masivisht e pranuar. Ndoshta më para kishte nga ata që pretendonin që universi është i përhershëm. Edhe futeshin në lloj-lloj besimesh panteiste, duke sugjeruar domethënë që gjithësia dhe krijesa që ekziston është një me Zotin. Pra Zoti dhe krijesa nuk kanë ndryshim mes tyre. Pra futeshin besime panteiste, besime që e përzihen Zotin, si thon ata që Zoti është gjithkund, gjithandej. Pra domethënë ky është një lloj besimi që domethënë i refuzuar padyshim nga logjika e pastër inshallah. Universi nuk është i përjetshëm pra, sepse ka një fillim dhe ndryshon vazhdimisht. Dhe çdo gjë në univers është e varur nga diçka tjetër për ekzistencën e saj. Për shembull, toka, domethënë dielli, hëna, edhe krijesat që janë në tokë, kanë nevojë për diçka tjetër. Dhe diçka që është e nevojshme për diçka tjetër, padyshim domethënë që ajo është e varur. Pra ka një fillim, ka një mbarim, ka nevojë për diçka. Cila është ajo që nuk ka nevojë për asgjë, është vetëm një, që është Allahu subhanahu wa taala. Pra domethënë këto janë dy llojet e krijesave, dhe një herë për ta krijuar tash idenë e argumentimit për vazhduar më poshtë, arsyetimi që sjellin dietarët. Një varg i pafundëm shkaq është, a është i mundur? Se thot dikush për shembull, po mirë, pse mos jetë kështu që kjo solli këtë dhe kjo solli këtë, pastaj erdhi kjo tjetra, pastaj kjo tjetra, dhe kjo tjetë pafundësisht. Pse është e pamundur logjikisht diçka e tillë? Për shembull, thot dikush thot, më jep të pi pak ujë. Thot Emilia, thoj këtij tjetrit, thoj këtij tjetrit, thoj këtij tjetrit, thoj këtij. Do realizohet pirja e ujit? Domethënë, nëse pranojmë një pafundësi shkaqesh, domethënë një botë që e ka një fillim, por vazhdimisht shkaqet janë të përhershme, të pafundme, atëherë asgjë nuk ekziston. E kupton logjikisht kjo është absurditet, është absurde që ta pranosh diçka të tillë. Prandaj thon dietarët, një varg i pafundëm shkaqesh është i pamundur. Nëse çdo gjë do të varet nga diçka tjetër, në një varg të pafundëm, atëherë asgjë nuk do të mund të ekzistonte thotë. Duhet të ketë patjetër një pikë fillestare ose një shkak të parë. Pra, e kupton pse nuk mund të ketë, domethënë një shkak të pafundësi shkaqesh, dhe duhet një shkak i parë, prandaj është e domosdoshme ajo që thash pak më sipër. Besimi i atij që nuk ka nevojë për të tjerët, edhe që nuk ka fillim, që nuk ka nevojë për shkak, që është Zoti xheleshanu, është domosdoshmëri logjike. Domosdoshmëri logjike. Nuk mundet mos e pranosh këtë gjë. Ose ndryshe si do ta shpjegosh ekzistencën e këtyre gjërave që kanë një fillim? Si do ta shpjegosh logjikisht? Pra edhe nga ana logjike dhe nga ana filozofike, domethënë, është e pamundur të mos e pranosh shkakun e parë. Kuptoni vëllezër logjikën? Nëse gjithçka varet nga diçka tjetër, dhe ajo nga diçka tjetër, pas një pikë fillestare, atëherë askush nuk do të ishte përgjegjës për filluar ekzistencën. Rezultati, asgjë nuk do të ekzistonte sot sepse nuk do të kishte një pikë nisje. Sigurisht se thamë shembullin, pra më jep të pi një gotë ujë, thoj atij tjetrit, pastaj ta bëj ai tjetri, domthonë që t'ia atribojmë fillimin ose sebebin dikujt tjetër, atëherë asnjëherë nuk do të kishte mundësi që të pije ujë. Pse? Sepse kjo ishte pafundësisht. Edhe s'ka, kjo është paradoks. Dhe logjika e refuzon, nuk e pranon. Pra çfarë nuk kuptohet? Duhet të ketë një qenie të nevojshme, një ekzistencë të nevojshme që është Allahu xheleshanu, duhet të ekzistojë një shkak i parë, diçka ose dikush që nuk ka nevojë për një shkak tjetër para vetes. Ky është fillimi i gjithçkaje. Ky shkak i parë është Allahu, që është i vetë mjaftueshëm, i përhershëm, i pavarur, absolut, nuk ka nevojë për asgjë. Të tjerët kanë nevojë për të, dhe ai s'ka nevojë për asgjë. Në fakt po të shikojmë, do të vinë dhe hadithet, kur shikojmë hadithet më pas, që do flasim pse ishte nevojshme kjo parathënie. Pra gjitha këto po i themi që kur të flasim për hadithet, deri diku njeriu të jetë i aftë, domethënë që të bëjë një lloj lidhje logjike, alhamdulillah me e ta kuptoj hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam, ose tekstet, ti kuptoj më mirë inshallah, me lenin Allahu subhanahu wa taala. Ky shkak i parë, pra është Allahu, siç e tham, ai është krijuesi i gjithçka dhe nuk ka nevojë për një shkak tjetër për ekzistencën e tij. Një përmbledhje të shkurtër, teksa që tham, argumenti i kontingjencës, domethënë tregon se ekzistenca e gjithësisë është e pamundur pa një shkak të parë dhe të nevojshëm, i cili është Allahu xheleshanu. Ky argument është logjik të rrjedh në mënyrë të natyrshme nga vetë realiteti i universit, duke dëshmuar për fuqinë e Allahu xheleshanu. Universi ka një fillim, nuk mund të ketë një pafundësi shkaqesh,
por do se s'bën ka një shkak të parë, prandaj kjo tregon domethënë që është ai që ekziston vetvetiu, që është absolut dhe nuk ka nevojë për asgjë tjetër. Është rrjedhim logjik i pashmangshëm. Kjo ide përforcohet nga ajete të shumta në Kur'an, thot Allahu xhaleshanu, a mos u krijuan nga asgjëja, apo ata vetë janë krijues? Pra nga hiç nuk krijohen dot, sepse s'ka sebeb. Nëse ti e ke krijuar, po ty kush krijoi? Po ty. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, mbase mund vi tek hadithet kur flasim inshallah, do t'i vi dikujt për ju shejtani mallkuar, i thot kush e krijoi këtë? Kush e krijoi këtë? Po këtë, e thot njeriu, Allahu. Derisa vjen një moment ku shejtani mallkuar thot, po Allahun kush e krijoi? Kjo është një mbyllje, një paradoks. Dhe ti që në këtë moment që të vjen kjo, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, atëre thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Këtu ndërpritet biseda. Pse? Sepse ky po kalon tani tek ai, siç tham, tek ai vargu i pafundëm i sebepeve, që është paradoks dhe nuk pranohet logjikisht, sepse asgjë do ekzistonte. Kështu që edhe logjikisht unë ndërpres bisedën, them a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu është ai që nuk ka shkak të parë. Ai është shkaku i parë. Ai nuk ka nevojë domethënë për asgjë, është i pavarur. Prandaj thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, siç ka rënë disa transmetime, thua këndo kul vallahu, më shtu nga krajmat, këndo kul vallahu ahad. Surën Ikhlas. Dhe ndërpritet mendimin. Pse? Se nuk ka ku të shkosh me kjo është paradoks, nuk do dalësh në përfundim askund. Kuptoni vëllezër? Pra kjo e përfundon këtë lloj vezvese i sjell shejtani mallkuar. Pra a janë krijuar nga hiçi, nga asgjëja, apo ata vetë janë krijues? Thot Allahu subhanahu wa taala, ky është Allahu Zoti juaj. Nuk ka të adhuruar tjetër me merit veç ti. Ai është krijuesi i çdo gjëje, prandaj vetëm ata adhuroni. Ai përkujdeset për gjithçka. Pra ai është krijuesi i çdo gjëje. Thot Allahu xhaleshanu. Thot gjithashtu. Pyeti kush është Zoti i qiejve dhe i tokës? Thuaju Allahu. Thuaj mos vallë keni zgjedhur zota të tjerë veç ti, që edhe vetes së tyre nuk mund t'i bëjnë as dobi dhe as dëm. Domethënë nuk mund të shkaktojnë diçka, janë të varura. As dëmi dhe dobia s'është në dorën e tyre. Kjo është karakteristike e kujt? E krijesave. Atyre që kanë nevojë, kanë një fillim, kanë nevojë për një krijues. Që si sjellën as dëm, as dobi, thot Allahu subhanahu wa taala. Thuaj, a është i barabartë i verbri me atë që sheh? Dhe a janë të njëjta errësirat me dritën? Apo mos vallë besojnë se Allahu ka ortak, të cilët kanë krijuar ashtu siç krijoi ai? Pra nuk mund të ketë dy, do vi pak më poshtë edhe arsyetimi tjetër. Pse mos ketë dy absolut? Se kjo është logjik, vjen dikush me vetvesa. Pse mos ketë dy që të jenë absolut edhe ata, të kenë mos kenë fillim, të jenë dy entitetet ose dy qenie që të mos ketë fillim? Pse? Është vetëm një, është e pamundur dhe kjo logjikisht do flasim pak më poshtë inshallah. Domethënë, apo mos kanë, si thot Allahu, mos vallë besojnë se Allahu ka ortak të cilë kanë krijuar ashtu si krijoi ai. Domethënë Allahu e mohon subhanahu wa taala këtë. Nuk mund të ketë dy që të jenë sebebi i parë. Nuk ka mundësi logjikisht. Edhe fetarisht, si thot Allahu subhanahu wa taala. Dhe tashmë ky krijimi u ngjan një lloj, thuaj Allahu është i vetmi krijuesi i çdo gjëje. Është i vetmi krijuesi i çdo gjëje. Pra krijuesi është i vetëm. Ai që shkakton gjithçka, që është i pari, absoluti është Allahu xhaleshanu. Thuaj Allah është i vetmi, krijuesi i çdo gjëje, ai është i vetmi dhe ngadhnimtari subhanallahu. Ka përmendur shumë bukur ky është argument që do na hyjë në punë më pas tashmë, kur flasim pak më poshtë, ai është i vetmi, një. Pse thon ngadhnimtari? Ai që ngadhnjen mbi gjithçka. Sepse një absolut i dytë, një zot tjetër, do të kërkojë domethënë që të marrë pushtetin, ose ndryshe, nëse janë të dy të barabartë, s'ka nevojë për të dytin. Nëse janë të dy kanë një funksion, pse duhet ky dyti? Atëherë nëse ky është më i fortë se ky, atëherë ky është i vetmi. Apo jo? Nëse ky është më i dobët, atëherë ky tjetri është më i fortë. Kështu që nuk mund të jetë absoluti dhe nuk mund të jetë, pra thotë i vetmi ngadhnimtari. Ai do të thotë ngadhnjë mbi gjithçka. Nuk ka kush do të thotë ngadhnjë mbi të, ai është ngadhnjësi mbi gjithçka. Domethënë krenari, i pamposhturi. Ai që qëndron mbi gjithçka subhanahu azza wa jall. Thot Allahu gjithashtu, Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrës mbi gjithçka. Vetëm te ati janë çelësat e qiejve dhe tokës, ndërsa ata që nuk i besojnë argumentet e Allahut, ata janë të humbur. Thot gjithashtu, i tillë është Allahu Zoti juaj, krijuesi i çdo gjëje. Nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij, pra është një vetëm. Atëherë si largoheni së vërtetës? Si largoheni së vërtetës? Mos vallë bie ndesh me logjikën ky besim, pa që Zoti është një vetëm, edhe ekziston dhe është i plot pushtetshëm, bie ndesh me logjikën, si largoheni kësaj? Thot Allahu xhaleshan në ajetet që po lexojmë. O njerëz, kujtoni me mirënjohje të mirat e Allahut për ju, thot Allahu xhaleshan. A ka ndonjë krijues tjetër që ju furnizon ju nga qielli dhe nga toka? Nuk ka zot tjetër që meriton adhurimin përveç tij. Atëherë si po largoheni nga e vërteta? Prapa ai është një vetëm.
Le të shtjellojmë tani logjikisht pse shkaku i parë duhet të jetë një dhe i vetëm. Nëse ka dy shkaqe të para, po marrim logjikën e parë, ka dy shkaqe të para. Po e marrim si domethënë të pranueshme ose jo të pranueshme, por se për të diskutuar domethënë. Supozojmë se ekzistojnë dy entitete ose dy qenie që të dyja quhen shkak i parë, që janë absolute, vetë ekzistojnë, s'ka nevojë për asgjë etj etj. Pra asnjëra nuk varet nga tjetra, secila ekziston më vete. Opsioni i parë. Nëse janë plotësisht të barabarta në fuqi, atëherë nuk ka arsye pse të dallohen nga njëra tjetra. Pra realisht do të ishin një e vetme, sepse nëse janë të dyja një lloj, pse janë këto të dyja një lloj, ndërkohë që nuk ndryshon fare as nga njëra tjetra. Kjo që të dyja janë një e vetme, një përfaqësi. Pra nuk ka pse të mendojmë që janë dy. Opsioni i dytë, nëse dallohen në diçka, atëherë njëra do të ketë diçka që tjetra nuk e ka. Kjo do të thotë se ajo që është më e mangët nuk është shkak absolut, se është më e mangët, ka nevojë për tjetrën. Kështu që do bjerë supremacia e saj, ose të qanurit, domethënë absolute e pa nevojë. Pse? Sepse ka nevojë, është më poshtë dhe tjetri është më lart dhe anasjellës. Problemi kontradiktës. Imagjino dy shkaqe të para që duan të veprojnë ndryshe. Njëri do të krijojë diçka, tjetri nuk do. Nëse ndodh ajo që do i pari, i dyti është i pafuqishëm. Pra, nëse them që ndodhi kjo që i pari vendosi, kështu do bëhet dhe u krijua. Ky tjetri nuk e do, por se me që do kjo u bë, atëherë ky është i pafuqishëm, sepse nuk e donte dhe u bë. Nëse ndodh ajo që do i dyti, i pari është i pafuqishëm. Nëse ndodhin të dyja bashk, kemi absurditet se nuk mund të ndodhin dy gjëra të kundërta. Pra, edhe të lëviz diçka dhe të jetë në prehje, apo jo. Nuk mund të, kjo është logjikisht e papranueshme. Pra, dy gjëra të kundërta është absurde të pranohet që ekzistojnë të dyja, se nuk mund të ekzistojnë. Dakor? Sepse dy urdhra të kundërt nuk mund të realizohen njëkohësisht. Pra njëri do të jetë më i fortë se tjetri, ky më i fortë është realisht i vetmi shkak i vërtet. Pra do të kthehemi sërish tek një shkak. Parimi i unitetit në krijim. Universi ka një rend dhe harmoni të plotë. Këtë folëm pak edhe herë në shkuar siç e përmenda. Pra ligjet e natyrës janë të njëtrajtshme. Gjithësia është e lidhur, gjithçka ndjek të njëjtin sistem. Nëse do të kishte më shumë zote, apo shkaqe të para, do të shiheshin çrregullime, përplasje, ligje të ndryshme që do shkatronin këtë harmoni. Kurani shpreh qartë kur thot në ajetin sikur të kishte në qiell dhe në tokë zota përveç Allahut, ato do të ishin shkatruar. Law kana fihima alihatun illa Allahu lafasadata. Se të kishte në to zota të shumë përveç Allahut, do ishin shkatruar. Shumë e thjeshtë logjike. Domethënë si mund, sepse do bëhet edhe çfarë do një, jo çfarë duan 10 ose si duan domethënë të tjerët. Pra për mbledhje, shkaku i parë duhet të jetë një i vetëm. Pse? Dy ose më shumë do të ishin identik. Pra sërish një ose të varur nga njëri tjetri, por jo të parë. Kontradiktat mes tyre do të bënin të pamundur ekzistencën e një universi të qëndrueshëm. Harmonia e gjithësisë tregon se ka vetëm një burim absolut. Pra logjika dhe realiteti na çojnë përfundimin se duhet të ketë vetëm një shkak të parë absolut që në besimin islam pra është Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk mund të jenë dy. Prandaj dhe besimi i shumë në besytnive ose i dhujtarëve domethënë që nga kohët e vjetra nga hindusët, budistët e tjerë domethënë gjithë shumë janë gabim kur mendojnë domethënë që është dikush tjetër Zot. Qoftë ai bir apo domethënë siç pretendojnë, nuk mund të ketë dy. Çdo gjë që ka një fillim është krijesë. Dhe krijesa nuk mund të jetë Zot. Nuk mund të as natyrën e Zotit se ka, as fuqinë e Zotit nuk e ka. Prandaj nuk mund të pretendosh se është Zot. Është gabim që të pretendosh që dikush që është krijesë pra është Zot. Një është Zoti vetëm subhanahu, nuk ka të dytë. Nuk ka të ngjashëm, nuk ka partner me të. Subhanahu azza wa jall. Pastaj vjen argumenti tjetër, që edhe kjo është e ngjashme me këtë që thamë më sipër tashmë, argumenti i pamundësisë së shumë krijuesve, që quhet burhanu tauhid, pra argumenti i tauhidit, i njëshmërisë së Zotit xhaleshanu. Burhanu tauhid, pra argumenti i njëshmërisë, është një ndër argumentet kryesore përdorura nga dietarët e Ahlus Sunnetit për dëshmuar se Allahu është një dhe i pashoq në krijim, në sundimin e tij dhe me ritëm për ta adhuruar atë subhanahu azza wa jall. Ky argument bazohet në logjikën e shëndosh dhe në provat nga Kurani dhe Suneti, duke dëshmuar se njëshmëria e Allahut është e vetmja e vërtetë që përputhet me krijimin dhe funksionimin e gjithësisë. Nuk mund të jetë domethënë Zoti që ka krijuar gjithçka, domethënë që ka në dorë gjithçka, që ai rregullon qiellin dhe tokën, është një i vetëm dhe pastaj të pretendojmë domethënë që krijesat duhet ti përkushtohen, ta duan, ta madhërojnë, ti binden, ti nënshtrohen më shumë se një Zoti. Kjo është bie ndesh me në fakt subhanallahu, edhe besimi që krijuesi
dhe ai që rregullon gjithësinë është një i vetëm, edhe kjo është ngolitur në natyrën e njeriut. Prandaj dhe po të shikosh në ajete kuranore shpesh, Allahu xhaleshanu thot: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah." Po ti pyet kush i krijoi qiellin dhe tokën, do thon Allahu. Ose khalaqahunna al-azizul alim, ai që është krenari dhe i gjithë dituri. Po ti pyesh kush rregullon gjithë çështjet, kush e nxjerr të gjallin nga i vdekur, të vdekurin nga i gjalli. Domethënë fut natën në ditë, ditën në natë, kush rregullon çështjet, do thon Allahu. Pra, në aspektin e rububijes, pra të krijimit, të zotërimit, të sundimit të gjithçkaje, njerëzit e besojnë që është një. Edhe në kohën e profetit, pra mushrikët e Mekës e besonin në Allahun në këtë aspekt që është një. Ku gabuan ata? Domethënë për kushtimin e adhurimeve, dikujt tjetër veç Allahut. Domethënë e lidhën zemrën me një Zot veç Zotit subhanahu wa taala. Duke pretenduar që mund të sjell dobi, mund të zgjidh hallet, mund të plotësoj lutjet. Dhe i përkushtoheshin me adhurime të ndryshme. Qoftë me lutje, me kurbane, me lloj-lloj adhurimesh të ndryshme që ata mendonin se do të sillin dobi. Ky është gabim. Pra, e hedh poshtë për ky argumenti i njëshmërisë Allahut subhanahu wa taala, pra si thon burhanut tauhid që quhet. Termi tauhid do thotë njëshmëri që nuk kupton të besosh dhe dëshmosh se Allahu është një, i vetëm dhe i pakrahasueshëm. Argumenti i njëshmërisë përqendrohet te fakti se Allahu është i vetmi krijues dhe sundues i gjithësisë, para. Allahu është i vetmi që meriton adhurimin e plotë, siç tham, se është paradoks, do të besosh që është një i vetëm. Dhe pastaj të adhurosh dikë tjetër dhe të bindesh dhe nënshtrohesh. Kjo është e papranueshme. Pra, Allahu është i vetmi që meriton adhurimin e plotë dhe të sinqertë. Njëshmëria e tij dëshmohet nga harmonia dhe rregulli i përsosur i krijimit. Pra, ai është një i vetëm. Parimet kryesore të këtij argumenti tani. E para, njëshmëria e rububijes, zotërimit. Allahu është i vetmi Zoti i gjithësisë që krijon, sundon dhe administron çdo gjë, siç tham. Logjikisht pranohet, nuk ka të dytë që të jetë shkaku i parë. Pra është një i vetëm ai, absoluti Allahu xhaleshanu. Nuk ka asnjë shok ose partner në fuqinë dhe autoritetin e tij. Allahu i lartësuar thot, Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbikëqyrës mbi gjithçka. Pra, argumenti tham edhe një herë, njëshmëria e rububijes, pra e zotërimit, krijimit, administrimit të gjitha çështjeve në gjithësi takon vetëm një që është absoluti, që s'ka nevojë për asgjë tjetër, gjithë kanë nevojë për të. Kjo është e pa diskutueshme edhe logjikisht, siç folëm, domethënë njerëzit e pranojnë në natyrën e tyre dhe logjikën e tyre. E dyta, njëshmëria e uluhijes, pra e adhurimit. Vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe të nënshtrohet plotësisht. Nuk ka të drejtë askush tjetër të meritojë lutje, sakrifica apo devotshmëri. Dashuria i takon e plot Allahut subhanahu wa taala. Madhërimi Allahu xhaleshan. Nënshtrimi i plot pa rezerva, pa kushte vetëm Zotit subhanahu wa taala. Ai është i vetmi që e meriton të nështrim, sepse adhurimi çfarë është? Grada më e lartë të dashurisë e përzier me gradën më sublime të madhërimit dhe nënshtrimit të robit. Bindjes së tij. Këta kush e meriton? E meriton vetëm Allahu xhaleshan. Dhe pikërisht ky ka qenë problemi i popujve gjatë historisë. Profetët kur u dërguan ndër njerëz, domethënë nuk u morën shumë themi me faktin që ekziston Zoti, a ekziston apo jo, sepse si tha, waqalet ar-rusul, e fillahi shakun, than profetët, në Allahun ka dyshim, s'ka dyshim në Allahun. Problemi ku qëndronte tek njerëzit që domethënë nuk i nënshtroheshin dhe ta adhuronin Zotin xhaleshano. Pra, edhe sot mund të ketë shumë njerëz që mund të besojnë në ekzistencën e Allahut xhaleshano, që është një Zot atje. Ju dëgjoni shpesh. Është një Zot, po dakor, nëse është një Zot, atëherë duhet kalosh në hapin tjetër. Pra do ta besosh që është një vetëm që duhet ta adhurosh, të nënshtrohesh, t'ia dëgjosh fjalën që ka sjellë përmes profetëve dhe shpalljeve. Ose ndryshe ç'kuptim ka që besove që ka një Zot? Çfarë kuptimi ka? Çfarë dobi e ka? Prandaj thot Allahu xhaleshanu, adhurojeni Allahun dhe mos e shoqëroni atij asgjë. Ky është urdhër për ta njësuar atë në adhurimin e tij. Dhe e treta është njëshmëria e Zotit subhanahu wa taala në emrat dhe cilësitë e tij, asma wa sifat, pra tauhidi asma wa sifat. Allahu ka emra dhe cilësi të përsosura dhe unike, që nuk i përkasin askujt tjetër në formë absolute ashtu si i përkasin atij. Ai është i pashojë dhe i pakrahasueshëm në gjithçka që e veçon nga krijesat. Pra, Allahu subhanahu wa taala nuk ka të ngjashëm me të, askush nuk është si ai, qoftë në emrat, në cilësitë, në përshkrimet, në veprat, atributet. Allahu subhanahu wa taala është unik. Sikurse është unik pra në krijimin e tij tham pak më sipër, dhe në meritin e adhurimit është unik edhe në përshkrimin e tij, emrat dhe cilësitë e tij. Nuk ka të ngjashëm me të. Pra, edhe kjo është një aspekt shumë i rëndësishëm që duhet robi ta besojë. Pse besojmë që domethënë është një dhe i vetëm ai që
domethënë sundon në gjithësi dhe meriton adhurimin dhe është absolut dhe unik në emrat dhe cilësitë e tij. Ja disa arsyetime dhe argumentime. E para, unifikimi dhe harmonia e gjithësisë. Gjithësia është ndërtuar me një rregull të qëndrueshëm dhe një harmoni të përsosur. Kushdo pjesë lidhet me tjetrën në një rend të bashkërenduar dhe të ndërvarur. Çdo gjë është e varur nga diçka, e varur nga diçka, e varur nga diçka. Nuk mund të jetë dikush tjetër veçse një i vetëm, që përcakton të gjithë hallkën e nevojave, sebepeve në këtë dynja, edhe rezultateve, shkakun dhe pasojën. Është një vetëm ai që përcakton, Allahu subhanahu wa taala. Kjo strukturë e unifikuar tregon qartësisht se pas saj qëndron vetëm një vullnet, një qenia është Allahu subhanahu wa taala. Ai ekziston dhe e ka këtë pushtet. Po të kishte disa zote, do të shfaqej përçarje, konflikt në rregulla dhe rrjedhimisht kaos. Prandaj thot Allahu xhaleshanu, sikur se tham pak më sipër, sikur të kishte në qiell e në tokë zota të tjerë përveç Allahut, ato do të shkatërroheshin. E dyta, përjashtimi logjik i shumë zotave, sikur se tham, po të ekzistonin më shumë se një krijues, secili do të synonte të mbizotronte, të vendosë rregullin e vet dhe të ushtronte fuqinë mbi krijimin. Një univers me shumë vullnete absolute do të ishte i përçarë dhe i paqëndrueshëm. Vet ideja e shumë zotësisë, shumë zotave përmban kontradikt të brendshme dhe logjike. Tham pak më sipër. Sepse krijimi nuk mund të nënshtrohet disa burimeve absolute njëkohësisht. Vetëm një është shkaku i parë dhe burimi absolut. Është Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhaleshanu thot, Allahu nuk ka lindur kur farbiri dhe përveç tij nuk ka ndonjë zot tjetër. Pra nuk ka bir Zoti. Pra që të jetë si natyra e tij ose i ngjashëm me të, i përshtatshëm si ai. Dhe nuk ka thot ndonjë zot tjetër që të ketë atributet e tij. Allahu subhanahu wa taala është një. Po të kishte shumë zota, secili do të kishte marrë atë që kishte krijuar thot. La dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Pra çdo zot do të shkonte me atë që ai kishte krijuar. Nëse do kish shumë krijues, secili do përveçonte krijimin e vet. Dhe do synonin domethënë që të sundonin me njëri tjetrin, sepse tham që një është ai domethënë që sundon dhe është absolut. Dhe disa do të kishin bisuduar mbi disa të tjerë. I lartë është Allahu mbi ata që i përshkruan. Pra, subhanahu wa taala. Është i pastër Zoti nga të tilla përshkrime. Nuk mund të ketë dy. Është një vetëm, nuk ka, madje domethënë ti shoqërosh atij është krimi më i madh që ekziston. Të pretendosh që ka domethënë zota të tjerë që adhurohen ose që përshkruhen, kanë përshkrime si të Zotit, pra janë të ngjashëm me Zotin, qoftë siç pretendojnë që është bir apo është shpirti i shenjtë apo çfarë do qofshin, gjitha kanë trillime. I pastër është Allahu subhanahu. Krimi më i madh që Allahu nuk e fal subhanahu taala. Nëse vdes njeriu me të, është, domethënë nuk pendohet nga kjo, është shirku. Me gjitha llojet e tij. Qoftë në rububie, si tham, në zotërimin e tij, qoftë në meritin e adhurimit, qoftë në përngjasimin që i bën Zotit me krijesat ose krijesave me Zotin. Duke u dhënë atribute krijesave që i ka vetëm Allahu xhaleshanu. Pra kjo është krimi më i madh që nuk e fal Zoti subhanahu taala. Ai është përjet në zjarrin e xhehenemit. Dhe kjo është sprova në këtë dynjë. Së treti, rendi i përkryer dëshmon njëshmërinë absolute. Gjithësia është organizuar sipas një sistemi tham, të vetëdijshëm dhe të qëllimshëm që kërkon një krijues të vetëm, të plotfuqishëm dhe të gjithditur. Ai që është burimi i çdo gjëje. Ky rend i gjithanshëm i gjithëpërfshirës është një pasurim i faktit se ai është një i vetëm. Siç thot Zoti subhanahu wa taala, ky është Allahu Zoti juaj, krijuesi i çdo gjëje. Nuk ka zot tjetër veç tij. Pra, krijuesi i çdo gjëje nuk ka zot tjetër veç tij. Disa shembuj praktik të këtij argumenti pra që Zoti është një dhe i vetëm, harmonia e natyrës, rregulli i harmonia dhe ligjet e natyrës, lëvizja e yjeve, qarkullimi i ujit, cikli i jetës, tregojnë qartë se gjithçka udhëhiqet nga një Zot i vetëm. Funksionimi i trupit të njeriu, sistemi i ndërlikuar i trupit të njeriu, i cili punon me përpikmëri, pa konflikt. Është një dëshmi e qartë se krijuesi i tij është një dhe i përsosur. Uniteti i moralit dhe shpalljeve. Edhe kjo është do të flasim më pas inshallah që një nga argumentet për madhështinë e Allahut dhe ekzistencën e tij është edhe shpalljet që ka sjellë Zoti gjatë gjithë historisë njerëzore, që ka mbetur në histori. Dërgimi i profetëve, mrekullitë e profetëve. Domethënë përputhja e fakteve historike me atë që thon librat që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Pra gjitha këto janë fakte që e përforcojnë ekzistencën e Allahut xhaleshanu dhe madhështinë e tij. Pra njeriu krijon një bindje të plotë që ka të bëjë me një Zot që ka një qëllim me të. Allahu subhanahu ka një qëllim me krijesat. Dhe kjo përforcohet edhe më shumë përmes këtyre argumenteve logjike. E thash edhe një herë, ajo që forcon besimin e njeriu dhe bën të patundur atë është shpallja, besimi në shpalljen e Allahut xhaleshanu. Nuk ka dyshim në ekzistencën e Allahut. Çështja është si
të zbulosh burimin e vërtet të informacionit që ka sjellë Zoti xhaleshano. Dhe pastaj merre dhe përmbaju atij inshallah. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Uniteti morali dhe shpalljes edhe një herë, shpalljet hyjnore të profetëve kanë pasur gjithmonë një mesazh të unifikuar. Të adhurohet vetëm Zoti dhe të shmanget idhujtaria. Pra një Zot i vetëm, një rregull moral i vendosur nga Allahu subhanahu wa taala. Që alhamdulillah gjitha këto janë argumente, ajete të ndryshme, thot Allahu subhanahu wa taala, ai është Allahu një dhe i vetëm. Kul huwallahu ahad. Allahu samed. Allahu është samed. Çdo më thënë samed, es-sayyidu, el-kamilu fi su'dudihi. Domethënë është zotëria, i plot në zotërimin e tij. Ai që të gjithë kanë nevojë për të dhe ai s'ka nevojë për asgjë. Ky është es-samed. Ai që të gjitha krijesat i drejtohen për nevojat e tyre. Pra është në natyrën e tyre të drejtohen kujt? Atij që është samed. Dhe samed është ai që është i plot, nuk ka asnjë mangësi, është absolut. Pra, qul huwallahu ahad. Allahu është një i vetëm. Allahu samed. Vetëm ai është i tillë, nuk ka tjetër. Lem yelid wa lam yulad. Nuk ka lindur dhe as është lindur nga kush. Se nuk ka lindur, s'mund të ketë të dytë si ai. Nuk ka lindur nga kush, sepse ndryshe do kishte një fillim. Dhe kur ka një fillim është krijesë dhe ka nevojë për diçka tjetër. Zoti nuk ka nevojë. Zoti është i panevojshëm, nuk mund të jetë i lindur nga diçka. Nuk është si krijesat që lind, ka nevojë. Ka nevojë të hajë, të pi, ka nevojë domethënë për kujdes etj etj. Pra, alhamdulillah, besimi islam domethënë është shumë i qartë në këtë pikë, alhamdulillah. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a." Adhurojeni vetëm Allahun dhe mos i bëni shok atij. Edhe ky një urdhër për ta njësuar Allahun, ta besuar si një të vetëm, edhe në aspektin e adhurimit. Pyeti, thot Allahu subhanahu wa taala: "Man rabbus samawati wal ard?" Kush është Zoti i qiellve dhe i tokës? Thuaj Allahu. Thuaj mos vallë keni zgjedhur zota të tjerë veç ti, që edhe vetes së tyre nuk mund t'i bëjnë as dëm as dobi dhe as dëm, fal. Thuaj, a është i barabartë i verbrit dhe ai që sheh, dhe janë të njëjta errësirat me dritën? A mos vallë besojnë se Allahu ka ortak, të cilët kanë krijuar ashtu siç krijoi ai? Pyetje që përmban brenda saj mohim dhe refuzim të këtij besimi. Dhe tashmë ky krijimi ju ngjan një lloj, krijimi i zotave të tjerë? Thuaj, Allahu është i vetmi krijues i çdo gjëje. Ai është i vetmi dhe ngadhnimtari. E përsërisë njerëzit e tham pak më sipër ta jetë, pra i vetmi ngadhnimtari. Pra nuk mund ngadhnimtar, dy ngadhnimtar. Është një vetëm, se ndryshe si që ngadhnimtar është dhe një tjetër. Ai krijon çfarë të dojë jashtë vullnetit tënd. Ai vepron si të dojë jashtë dëshirës tënde. S'është në poshtë ose nën, domethënë pushtetin tënd suprem. Atëherë si mund të jesh ngadhnimtar? Domethënë el-wahidul el-qahhar. Domethënë në poshtë si gjithçkaje. Allah është një vetëm, subhanahu wa taala. Ky ajet hedh poshtë idenë e barazimit të dikujt me Allahun subhanahu wa taala. Pra ky është një argument i fuqishëm, që dëshmon se Allah është një i pashoj dhe i vetmi që meriton të adhurohet. Harmonia e krijimit dhe rregulli i përkryer janë argumente të qarta për njohurinë e tij. Logjika dhe shpallja dëshmojnë se të gjitha format e shirkut janë të kota dhe të dënueshme. Qoftë në aspektin e rububies, pra të sundimit, krijimit, rregullimit të gjithësisë, qoftë në aspektin e adhurimit, që ai e meriton i vetmi ta duash me gjithë shpirtin e shtrorë, ti përkushtohesh, se ai i plotson të gjitha është Samed, sikur se e tham, dhe në aspektin e emrave dhe cilësive që askush s'është i ngjashëm me Zotin. Ai është një i vetëm. Çdo gjë tjetër është krijesë, është e varur. Nuk mund të jetë ngjashme, e barabartë, e parafort me Zotin subhanahu wa taala. Asgjë nuk ka të dytë, pra nuk ka të dytë Allahu subhanahu wa taala. Ai shumë pak të tretë, të katërt, të pestë. Ky argument është një thirrje për çdo njeri që të reflektojë mbi me krijimin dhe të arrijë përfundimin se Allahu është një dhe i vetëm, i denjë për adhurim të plotë dhe të sinqertë nga krijesat. Kjo ishte për sot inshallah. Radhës së do flasim për argumentin e fitras, edhe kjo është shumë aspekti, madje kjo sigurisht e tham pak e cekëm që argumenti i fitras i natyrshmërisë së njeriu, pra i ndërgjegjës që ka brenda njeriu është shumë i fortë, pse se ka njeriu të gdhendur brenda në shpirtin e tij inshallah. Dhe ka disa aspekte të bukura, domethënë që ja vlen ti di muslimani që alhamdulillah, elusallahu subhanahu wa taala të na forcoj besimin. Na bëj të madhrojmë atë, të adhurojmë atë si të vetëm, ta duam shumë se gjithçka tjetër. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan.